Që të veta. Kur gjë tjetër? Në qoftë se këta politikanë tonë, a mund t'i rezistojnë, si që thonë ata presionit ndërkombëtar që e kanë për këtë proces? A njëve çfarë porosi i qova t'i shoqit të luftës? I thash flijoj e bre këtë shkret ka rike këtë stek këtë lugu, se s'ki me marrë me vete. Vetëm duhet ta me fliju koltuqet e veta. Kur gjë tjetër? Në qoftë se mund me gjetë masi saj garniture, e cila për këtë punë mundet mu shkarkue. Kanë mundësi me shkarku të fëqit e mdha, kanë mundësi me shkarku këta, edhe Isa Mustafën, edhe Thaqen mi jek pe aty në posteve të veta. Po lexojnë mo shqiptarë që jenë gatshëm me ardhë edhe mi plotësua që të kushte për cilat këta po shkarkuan. S'kan me mujtë me gjithë, asë një shqiptarë. Edhe Serbia është mënuar kohën e vetë më na bo do qeveri këtu më në bosë, s'ka mujtë me gjithë kërkan. Po këta duhet me dhonë shembull. Pe këtyre kërkohet mi fliju koltuqet e veta. Edhe me ditë populli pse pe flijon koltuqet. E mi ja falë populli edhe dosane që e kanë bo këta dosane që si kanë botë mira. Mirë po, të ta është, a kanë burni, a kanë guxim, a kanë patriotizm këta me bo këtë punë. Me i fliju qitë koltuk, që? Po ja fali unë qitë koltuk juve. Ju më kini qitë në këtë farë koltuku mu, ta shumë duhet me marrë me vete këtë koltuk, pas po? Jo bre.